Tirana. Erdhëm edhe në Durrës sepse nuk donim që t'i vëzhgonim zgjedhjet vetëm në kryeqytet. We want to see also how the election day is evolving in other cities in Albania. Ne dëshironim që të shikonim edhe se si po ecën procesi i zgjedhjeve edhe në qytete të tjera të Shqipërisë. And also colleagues of mine from the European Union member states are doing the same. Kam kolegë të mit nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që dhe ata kanë dalur për vëzhguar. And the reason why we're doing it is not because we don't have trust in the OSCE or DIRA, quite the contrary, they're doing a very good job. Dhe arsyeja sepse po e bëjmë këtë gjë nuk është sepse nuk kemi besim te OSBE o DIRA, sepse sigurisht që kemi besim tek ata dhe ata po bëjnë një punë shumë të mirë vërtet. But also because we want to have a first-hand, experience of how things are going, how the perception that people have of the process. Sepse duam në fakt që edhe ne të kemi përvojën tonë, ta shikojmë gjën nga afër, të shikojmë edhe mendimet që kanë vetë qytetarët, zgjedhësit, perceptimet e tyre, pra si po ecën procesi në përgjithësi. And because, as I said before, these are the first elections that take place after the opening of the accession negotiations. Kjo për arsye sepse siç e kam thënë edhe më parë, këto janë zgjedhjet e para që po organizohen në Shqipëri pas çeljes së negociatave ndërmjet BE-s dhe Shqipërisë. And the negotiation started with the fundamentals cluster, which is about democratic standards, rule of law, justice, human rights. Dhe në fakt negociatat kanë filluar me grup kapitullin e parë, i cili ka të bëjë me çështjet më themelore, siç i quajmë ne, që janë sundimi i ligjit, standardet demokratike, të drejtat e njerëzit. And, so the way in which the elections will unfold here in Albania is important also for Albania's progress towards the EU. Kështu që zgjedhjet, mënyra se si do të organizohen, se si do të shkojnë zgjedhjet janë shumë të rëndësishme edhe për procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndjekim tani zotin Berisha, kryetarin